Bismillah. Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit një gjellë me mish të viçit që është ideale tash për kohrat e ftofta. Krejt që kanë nevojitën prej përberzë janë 400 gram perime të ngrira, se që përshefni, 2 qepi kemi ngri, një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të mes me hudhër bluar ose 2-3 thalbi hudhër i grini, një lugë të qajt me biber të zi, një lugë të gjellës me veget, një lugë të qajt krejt vogël me krip, një lugë të gjellës plot me miell, një lugë të gjellës me salcë të speca, për ndryshe mundin me aqit, një lugë të gjellës salcë të domateve ose një lugë të gjellës me ajvar, 800 gram mish të viçit, i kemi pastru normal mirë, edhe në tenxhere kemi hedh vaj që të nxehet dhe bismillah me njerë fillojna me përgatitjen. Tash të morëm, masi është nxehur vaj, pra me parë e morëm mishin edhe qesim me vajin e nxehur. Ka vëdisë mishin mirë në gjitha enë. Pasi që mishi është ka vëdisë, tash morëm edhe qepin të qepin. Edhe qepin ka vëdisë mirë. Pasi që janë ka vëdisër edhe qep, tash morëm një lugë të gjellës plot me miell, ku edhe e ka vëdisën me vajin. Ashtë ka vëdisër edhe mirë, tash morëm një lugë të gjellës me salcë të specave. Shtojna hudhrën, biberin e kuq, biberin e zi, vegetën edhe kripën, kripën zina për të gjitha. I shtojna 400 gram në perime të përzira. Edhe morim të shkujt një vetë të vajtë. Ja që se të grejtë. Deri me tani ka qenë pra shumë poqa në limon, temperaturën më të lartë. Përzina mirë, më ndej e ullim edhe temperaturën manga dalë, pra 3 ose 4 që të zijet mishi, i viçit normal zijet ma shpejt, nëse keni mish të lupës që është me vjetër, normal pak manga dalë, kështu që i kemi përzite gjitha edhe e mbulojnë ata tenxherën me kapak. Nëse është herët pra ujë, mundën i mjashtu edhe pak ujë, kështu që tash e mbulojnë tenxherën me kapak edhe lojna që zijet. Edhe gjellën e kemi zi pra për 1 orë e gjys. Mishi viçit, si shtash, zihet më shpejt. Duket kështu një gjellë super sheshme, mishi po ashtu zi shumë mirë, mundeni po ashtu me shoqëru me pyre, pra, ose me orez, që keni zi orez bërë për ndyshe pilaf kur përgatitni. Neve na bëft mirë e juve po ashtu nëse provani se ju knoq, pra ideale për kohrat e ftofta. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura, e dini në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pofshi.